Projekti investues i zonës së Zvërnecit, i cili ka nxitur protesta dhe debate gjur publik, nuk do të ndalet. Ky ishte një mesazh i prerë i kryeministrit Edi Rama, i cili nga konferenca për shtyp krah presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa u shpreh se projekti do të vijojë pavarësisht kundërshtimeve. Teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionoj për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Dhe kush thot ne jemi populli, duhet të mendohet mirë, sepse populli është ai që flet ditën e zgjedhjeve. Ne të tjerët jemi të gjithë individ, na bashkon një kauzë, na bashkon një interes, na bashkojnë këngët, na bashkon nevoja për të thirrur në kor Edi Rama TQR, por populli është diçka tjetër. Gjatë deklaratës, Rama komentoi edhe vendimin e SPAK-ut për bllokimin e transanksioneve financiare të lidhura me projektin, duke e cilësuar një veprim me 2 lexime. Pjesa e hetimit mbi origjinën e një pasurie. Është e mirë se ardhur dhe unë e nxis këtë hetim. Investitorët, të cilët sot janë zotëruesit e pronës, bazuar në legjislacionin shqiptar, investitorët janë tërësisht në drejtën e tyre, bllokimi i transaksionit nga ana e tyre është tërësisht arbitrar dhe negativ, ndërkohë që pastaj bllokimi i kalimit të parave tek pronari, për të cilin ka dyshime, është një çështje absolutisht në të drejtën e organit hetimor. Nga ana tjetër, pjesa e shëmtuar është ajo e zëdhënësve të vetë ofruar, të cilët ndajnë me opinionin publik gjysmë vërteta që janë edhe gënjeshtrat më të mëdha. Kryeministri solli si shembull rajonal modelet e Costa Navarino në Greqi dhe Porto Montenegro, duke argumentuar se investimet të tilla sjellin zhvillim ekonomik dhe turistik afatgjat. Costa Navarino në Greqi, që u kundërshtua e u bë copash, ka gjeneruar 3.5 miliard euro ndikim në atë rajon. Mbi 11.000 vende pune, direkte dhe indirekte. Dhe keni parasysh një gjë, është llogari e bërë për çdo 1 euro të shpenzuar brenda një rezorti, gjenerohen 1.6 deri në 2 euro jashtë atij rezorti. Në ekonominë përreth. Janë 60% e furnizimeve në Costa Navarino që i bëjnë prodhuesit vendas, që janë aty rreth rrotull. Dhe natyrisht që shumica e popullit grek nuk shkon të flejë në Costa Navarino. Kjo është normale. Por mira grek të zakonshëm jetojnë prej Costa Navarinos dhe ndërkohë populli grek përfiton nga të ardhurat që sjell Costa Navarino. Ka shumë të tjera, por turizmi në Maldive gjeneron 40% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, nga të cilat 25% që janë ekonomia e atij vendi vijnë nga rezortet luksoze. Antonio Costa, i pyetur, nuk komentoi projektin konkret, por thot se BE-ja pret nga Shqipëria që edhe në fushën e mjedisit të ketë legjislacion dhe zbatim si në çdo vend antar. Ky është procesi normal i punës tonë, sepse nuk është puna vetëm për të përkthyer në gjuhën shqipe legjislacionin e Bashkimit Evropian, por është vënia në zbatim e legjislacionit evropian në Shqipëri, në lidhje me mjedisin e me të gjitha fushat e tjera dhe kapitujt. Kjo është mënyra normale.